Në prag të 1 qershorit, ditës ndërkombëtare të fëmijëve, Asamblea Komunale e Fëmijëve organizoi sot një koncert festiv nën moton "Rrituni me krah ëndrash, jo me kufi". Aktiviteti mlodhi fëmijë të grupmoshave të ndryshme që performuan me këngë e valle, duke u argëtuar dhe krijuar pafund kujtime të bukura. Fëmia është një pjesë shumë e vogël e një mozaiku të madh të jetës sonë. Është një pjesë e vogël, por që jep kuptim gjithë këtij mozaiku. Ndërsa Dorent Kurtaj nuk nguroi të shprehej për të drejtat e bashkëmoshatarëve të tij, gjithmonë duke kërkuar që secila drejtë të respektohet. Qershor është festë shumë e rëndësishme për të gjithë fëmijët, që tregojnë të drejtat e fëmijëve dhe kur janë tregu drejtat e fëmijëve me këtë datë. Ky aktivitet festiv erdhi si një simbol i zërit dhe energjisë së fëmijëve, duke e kthyer skenën në një hapësirë ku ata shprehen ëndrat, talentin dhe dëshirat e tyre për një botë më të mirë.